Camping plazhi i bardh. Kështu ishte vetëm një lokal që kjo, së më dhe shafuqja. Shpërshijet poshtë që shmune me po kampingat, kombit e kampingjeve që janë qëto, këtë kokan do më thonë me targat jashtit. Muj mu lidh me dikan mi thonë që ma gjenë do bërlog, e kitë pagun prej me një avë ditë marrë me najtë. Allah dhe kush dhe mërë me femën, a ditë që shtë mi pa të shpis vetën, e shoq që femnës. Vini këtë është në kërë, nuk mirë të vërshën daj. Jemi stemi nga onë Arlinde. Edhe nga onë Artani. Sot jena ardhë tek plazhi i bardh, camping plazhi i bardh, ku është plazhi i bardh, edhe atje mrapa është plazha postafat diç për camping. Kështu që unë edhe Artani sash kena me shku që shtremi si bësjeshën. Sash unë edhe Artani kena me shku dhe për mja prezentu pak për më nga afër plazhin e bardh. Pse kam et plazhi i bardh, pse bojmë veç camping këtu, kena me ju kallëzu kur shkojna poshtë edhe na se dim. Dhe kina i sa në shtu? Kena mu këna që. Hajde shkojnë të kështu në plazhë. Kështu ishte vetëm një lokal që kjo, së më dhe shafuqja. Këtë pjesën e plazhës të bardh. Shpërshijet poshtë që shmune me po kampingat. Ko është plazh veç për kampinga. O, ka me obi, ka dhe ma shpejt më lyj kom që e të bo. Nëse dëni me ardhë në camping, e kishit 25 euro fjetjen në camping. Artana për flajnë asu sonte? Ku? Shto, në camping. A në shatar a në kërë? A thove që pak? Ta... Mirë është. Pa me vejtë be që kanë shatora, flajnë në shatora, që ko kërë flajnë e bërë të një. Në shator është ma interesant. Se të një është gjithat po historikë këtë vjena rusha, atë një që valloj. A si për Allah, va? Po këti ku po më filme, unë e që ka ndodhë, të një gjithë ikë njoni, ato se gjemë kur mesim 2 veta, unë e pështoj në fund dhe problem është. A mo kirët, këtë kombit e kampingjeve që janë qëto, këtë kokan do më thonë me targat jashtit. Po ka dhe këta që i nëshojnë me qira këtu. Po, normalisht. Edhe pas ka banjon, edhe pas ka vendin ku mundësh mundru, i plëcej ka kushtet. Që pa të emni që këtë plazha lëndë? Plazha e bardh, camping, plazha e bardh. Që të do me thonë, muj mu lidh me dikan mi thonë që ma gjenë do bërlog, e kitë pagun prej me një avë ditë marrë me najtë. Kërkas që në të pa bërlog, gjelë brim kënde në nonën e majtë, shpibjen. Shtë komplet përbal me do me thonë full malë. Të volejbollit e pas kanë me lujt, a ujnë në nëzalë së në lujt volejboll për të lujt në deti. Po, vendi vizitum pej turistave për shijet, kampingje kuptohet se vetë emni po kallëzën. Edhe që kjo pjesa që tu, ja u kësha propozu këte në këngëtarve ta ndashtën që dojnë me bo videoklipe, hajde një bukur, që farë pamje? Qëre? Vend shumë i qepë. A isha artë ishte shumë? Po, ja, për një me kom pak largë, po isha artë së qëtësie, pas që s'pas ke muzikë, e merë kampingin. Del me dona për plazh? Ja, s'ki nevoj me dona për plazh, rënë që aty, del ti, kryin këtë punë plazh, shkon aty të venin ndrosh, gjitesh nalt hambuku se merë skaren me veti. Isha artë dhe më thonë? Po, ja po, isha artë, që s'isha artë. Unë e kësha preferu si vend, edhe për njerësit kanë qef me ardhë, e gjeni të camping plazhi i bardh, në të plazha ma qeta deri mëse që kena vizitu, po të apish kanë qëtësi vi zhvall të deti. Allah dhe kush dhe mërë me femën, a ditë që shtë mi pa të shpis vetën, e shoq që femnës. Vini këtë është në kërë, nuk mirë të vërshën dajtë. Ti deti edhe jo, për këpëtëni, që shtë rënë kërë që në malë. Vitis detit, që mili vogil, vitis detit është edhe rjeta e volejbollit. Para me ndo, vish para më në shikus në rumë, Artoni të rritë volejboll në deti. Kisha mujtë, se më kishin që voltë. Sa i mire me alyt vetit. Pjellojna me këto pamje shihem në tjetërën. Shikojnë edhe pamjet vetë.